Përshëndetje të nderuar miq, ja ku po ritakojmë sërish me mua Tirona Lili, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të sjellur pranë jush dhe për të komentuar rreth ngjarjeve më të fundit në fakt që po ndodhen tashmë në jetën e artistëve. Sonte kemi dy ngjarje. Në njërin anë kemi Fermën VIP me gjysmë finale, do të thënë një gjysmë finale që e kemi pritur me kohë, dhe në anën tjetër kemi Top Arenën, e cila sonte fillon drejt për drejt në episodin e saj të parë. I gjithë publiku, sidomos fansat e Briteos, Brikenës dhe Mateos, janë të gjithë me zemër në dorë se si do të ngjitet Mateo në skenë, si do të ngjitet Brikena në skenë, cili do të jetë roli i tyre dhe a do të ketë komunikim mes tyre në skenë. Tani shumica thonë që ndarja e tyre është një ndarje për marketing, por Brikena ka vendosur që të bën lëvizje shumë interesante, do me thënë në ditëlindjen e vjerës, e pikërisht në atë ditë vendosi që të fshi vjerën e saj nga Instagrami, ka fshirë dhe mbesën e Mateos nga Instagrami, do me thënë çifti përsëri, do me thënë është bashk në Top Arena, bashkë në për fotografi. Është shumë e çuditshme ky fakti, a ta besojmë këtë ndarjen apo jo. Pa marrë parasysh që Brikena ka shkruar, pa marrë parasysh që Mateo ka shkruar, unë për veten time kam një pikpyetje në vete që them, e gjitha kjo mund të jetë një strategji dhe jo më kot këto të dy janë të vendosur në Top Arena. Do të thonë ju pse, sepse pikërisht 2 javë para se Top Arena të startonte, normalisht Manushi si producent i këtij formati, këtij emisioni, le ta quajmë, dëshironte që t'i bën reklam punës së tij. Kjo është mendimi im, domethënë jap gjithmonë mendimin tim. Dhe mundësinë e vetme e kishte ta përdorën këtë strategjinë e Mateos edhe të Brikenës, që publiku nesër të mendojë që çifti vërtet është ndar, por çfarë do të bëjnë ato të dy së bashku? Se duke njohur karakterin e Brikenës dhe natyrën e Brikenës, unë e kuptoj që Mateos i duhet një vend pune në Top Channel, Brikenës i duhet një vend pune në Top Channel, e kuptoj dhe e mbështes edhe Eduard Trokas krejtësisht, por më duket pak e paimagjinueshme tipi Brikenës, natyra e Brikenës të thyen të gjitha ato ligjet e vetes së saj, sepse Brikena në Big Brother ka treguar shumë rregulla, shumë ligje, tani unë po flas atë që e kam parë publikisht, do me thënë nuk po flas atë personale të Brikenës që kur nuk e ka treguar. Do me thënë Brikena të thyen të gjitha ato rregullat e saj dhe të pranon të jetë me ish të dashurin e saj në një panel, mua më duket pak e çuditshme. Do me thënë sonte me patjetër që çifti do të jetë në fokus, unë nuk ma merr mendja që të dy do t'i flasin njëri tjetrit, por do të bëjnë mimika, do të gjuajnë kundxha ndoshta vetëm për ta bërë sa më virale ambientin, sepse videot sa më virale aq më shumë e rrisin interesin drejt emisionit, por do me thënë më lër të mendoj pak më gjatë kjo puna e ndarjes së tyre, sepse që të dy në një pjesë të panelit, që të dy u ndan me një herë, do me thënë për brenda 2 javësh u përfol shumë për to, u përfol shumë për emisionin, dhe zakonisht këto lloj strategjish përdoren nga personazhet publik, përdoren nga emrat e njohur në përditshmëri në jetën e tyre, në momentet e tyre. Dhe këtë gjë unë doja që të mos e besoj që është një ndarje, pa marrë parasysh që janë fshirë nga Instagrami, se edhe mund të jetë bërë private, Mateo, nëna e Mateos, mbesa e Mateos, dhe unë mendoj që këtu ka pak një zinxhir më të gjatë se sa realiteti. Por ne le të themi që çifti është ndar dhe le ta shohim sonte se çfarë do të ndodhë mes tyre.